Rrugët e Londrës, Berlinit, Brukselit, Stuttgartit, Shkupit, New Yorkut, Prishtinës e Tetovës u veshën kuqezi nga festa e miliona shqiptarëve në mbar botën. Mjaftoi një gol për të harruar ndësitë partijake dhe politike, mjaftoi një gol për të harruar rivalitetin Rama-Kurti, Berisha-Haradinaj, Ali Ahmeti, Thaçi. Mjaftoi një gol për të harruar thirrjet për të bojkotuar Bregdetin dhe plazhet shqiptare. Mjaftoi një gol për të përqafuar aktivistët e vetëvendosjes me ushtarët e UÇK-s apo demokratët me socialistët. Mjaftoi një gol për të treguar se nuk jemi 4 milion banor me pasaportë shqiptare, por 20 milion me kombësi etnike kuqezi. Mjaftoi një gol për të hequr kufirin mes nesh. Në fakt goli nuk ishte thjesht një fitore kundër Serbisë, por një rizgjim i patriotizmit. Kështu shkuan 2 miliona euro të agjenturave që përpiqen të kultivojnë idenë e kombit kosovar. Shqiponja me 2 duar e Rejmanajt nuk ishte simbol provokimi, por thirrje bashkimi. Shqiptari nga Lushnja i kujtoi gjithë Kosovës se ajo është zemra e Shqipërisë. Shqiponja me 2 duar vulosi në sytë e gjithë botës se jemi një komb, një gjuhë, një flamur. Duhej një gol për të kuptuar se dëshira për një Shqipëri të bashkuar nuk është iluzion, por realitet dhe çështje kohe. Duhej një gol për të kuptuar sa shumë na kanë ndarë dhe ftohur me njëri tjetrin politika. Ai gol nuk ishte thjesht një bilet për në botrorin e SHBA-ve, por preludi i një lëvizje kombëtare që shpall se çdo shqiptar, kudo jashtë kufive, duhet të ketë një pasaport kuqezi nën parime, një komb, një pasaport. Miliona shqiptar u derdhën në qytetet e Europës me flamurin kuqezi në duar. Ata mund të kenë disa pasaporta në xhep, por 80% e tyre ende nuk kanë pasaportën e shtetit am, Shqipërisë. Ndoshta duhej një gol për të kuptuar se shumë e duan ata kombin dhe Shqipërinë.